Pas një fitoreje të 4 të radhazi në zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk kanë humbur kohë për të konsoliduar pozitat e tyre në arenën evropiane. Me vetëm disa ditë diferencë nga votimi, Tirana priti samitin e komunitetit politik evropian, ku 47 lider nga e gjithë Evropa zbarkua në kryeqytetin tonë për të shprehur një mesazh të qartë. Shqipëria është më pranë se kurrë integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe jo vetëm me fjalë. Më 22 maj, vendi hapi zyrtarisht grup kapitullin e 3 të negociatave me BE-n, që përfshin 8 kapitujt kyç për zhvillimin ekonomik, arsimin, punësimin dhe doganat, por çfarë nënkuptojnë këto zhvillime për të ardhmen e vendit? A jemi më afër integrimit të plot në BE, apo ky është thjesht një moment diplomatik pa substancë reale? Për ta kuptuar më mirë, kam në studio zëvendës ministrin e jashtëm, Endrit Yzeiraj. Faleminderit zoti Yzeiraj që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Duhet të kënaqemi me këtë lajm të grup kapitujve, pra çfarë do me thënie ka kjo për Shqipërinë në realitet? Okej, bëjmë një hap pas dhe të shpjegojmë pak kontekstin e gjithë procesit të integrimit. Që një vend të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duhet që teknikisht të përafrojë të gjithë legjislacionin e tij dhe të gjithë mënyrën se si funksionojnë entet, agjencitë, institucionet e tij me standardet e Bashkimit Evropian, me direktivat e Bashkimit Evropian. Procesi i integrimit është ndarë në 33 kapituj, plus disa çështje të tjera që janë të ngjashme me kapituj, por nuk quhen kapituj, të cilat mbulojnë thuajse çdo fazë të jetës që ndodh brenda një vendi. Dikur vendet negocionin në mënyrë individuale me kapitujt. Pra, fillonte një proces diskutimi me Bashkimin Evropian për secilin kapitull, kur ishe gati për të përafruar fillonin çeleshin negociatat dhe kur i përmbushje të gjitha detyrimet, kapitulli mbyllej. Për ta lehtësuar procesin, sepse siç e kuptoni numri kapitujve zgjeruar, 33 është një numër i konsiderueshëm, këto kapituj tashmë janë grupuar në 6 grup kapituj. Shqipëria së fundmi hapi negociatat për grup kapitullin e 3. Ky është grup kapitulli i 4 në fakt në total që ne kemi hapur. Vitin e kaluar kemi hapur grup kapitullin e parë dhe grup kapitullin e 6, dhe këtë pranverë kemi hapur grup kapitullin e 2 dhe tashmë grup kapitullin e 3. Pra tashmë në Bashkimin Evropian, në Komision, zyrtar dhe përfaqësues administratës shqiptare shkojnë, diskutojnë për gjendjen aktuale të legjislacionit apo të institucioneve shqiptare. Bashkimi Evropian vendos objektiva, vendos afate dhe përpiqemi të përmbushim sa më shpejt këto detyrime. Zoti Yzeiraj, ka gjithmonë skepticizëm në çdo gjë që ndodh, aq më tepër duke njohur Evropën momentet e vështira që po kalon ajo dhe retorikën politike që jemi mësuar ne në Shqipëri. Mos ndoshta po ngazëllohemi më shumë se ç'duhet, a duhet edhe ne të frenohemi disi, apo fakti që brenda 8 muajve hapim 24 grup kapituj do të thotë që jemi gjithmonë e më pranë atij momenti historik? Shiko, gjithmonë është mirë të përballemi skepticizmi të ul me këmbë në tokë, por duhet jemi të qartë që realiteti gjeopolitik në Evropë dhe në botë ka ndryshuar. Bashkimi Evropian e ka të qartë që nuk mund të lejojë një vrim të zezë në mes të kontinentit që është Ballkani Perëndimor. Sidomos pas konfliktit që nisi ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, por edhe një sër tensionesh të tjera gjeopolitike që tashmë po ndihen gjithmonë më shumë. Nevoja për të patur një hapësirë gjeografike evropiane të konsoliduar është më e madhe se kurrë. Kështu që nga natyre ata, le të themi, kanë rritur kërkesat dhe kanë rritur edhe shpresat, me besimin dhe me shpresën nga natyre që vendet e Ballkanit Perëndimor do i përgjigjen. Shqipëria ka kapur këtë moment, Shqipëria është përgjigjur këtij momenti, kemi marrë përsipër të bëjmë detyrat tona, të përafrojmë legjislacionin dhe të përmbushim një sër objektivash, të cilat për të qenë shumë sinqert kanë qenë në letra prej kohësh, por edhe sepse nga Bashkimi Evropian nuk ishte shtys, edhe sepse nga ana jon jo gjithmonë ka qenë ajo nevoja për të përmbushur të gjitha këto detyrime me kohën. Vullneti dhe nevoja, edhe kushtet, sepse janë edhe reforma që kushtojnë jo pak, për të qenë shumë sinqert, dhe prioritetet tona jo gjithmonë kanë qenë të linjizuar me këto lloj prioritetesh, por tashmë që interesat e dyja palëve janë puqur, Shqipëria besoj si askush në Ballkanin Perëndimor është përgjigjur këtij momenti. Dhe detyra jonë është tashmë që t'i çojmë përpara, pra të përmbushim kërkesat që ka Bashkimi Evropian. Unë besoj dhe gjykoj që momenti politik dhe historik në cilin është kontinenti nuk do ndryshojë në mënyrë thelbësore në vitet në vijim, megjithatë kjo është diçka që do presim.
Dhe për këtë arsye besoj që për aq kohë sa ne i përmbushim objektivat që kemi vënë vetes, për aq kohë sa ne i bëjmë detyrat e shtëpisë që kemi vënë vetes, besoj që edhe përgjigjja nga ana e Bashkimit Evropian, përgjigjja politike në fund do jetë pozitive. 33 kapituj, cilët janë më të vështirët në të që do përballemi ne dhe pse, nëse mund ta sqarojmë? Për nga mënyra si funksionon procesi, grup kapitulli i parë, që quhet themeloret, është grup kapitulli që hapet i pari në negociata dhe mbyllet i fundit. Kjo sepse përmban çështje të rëndësisë etike, sundimi i ligjit, pavarësia e sistemit të drejtësisë, funksionimi i sistemit të drejtësisë, siguria. Pra, ky është për nga vetë procesi, ky është grup kapitulli më i rëndësishëm. Hapet i pari, mbyllet i fundit. Nëse nuk përmbushet ky grup kapitull, është e pa imagjinueshme që të bëhesh pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe është po ashtu një grup kapitull për të cilin ne monitorohemi në mënyrë të vazhdueshme. Përtej këtij, në nivelin teknik janë çështje të tjera që patjetër kanë kosto, kanë vështirësitë e tyre. Shqipëria, për shembull, e kemi thënë shpesh, ka një problem të trashëguar me çështjet e pronësisë, që është një çështje që do duhet të adresoj, por Shqipëria, ashtu si thuaj se të gjithë vendet e tjera kandidate, ka nevojë për të përmbushur her pas here kërkesa të ndryshme për sa i përket rregulloreve ambientale.